Lavdërimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë e lavdërojmë, falje dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E lutim Allahun të na ruaj nga të këqijat e veteve tona, si dhe nga veprat tona të liga. Ata të cilin Allahu udhëzon nuk ka kush ta humb, dhe atë të cilin Allahu e humb nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet veç Allahut Azza wa Jall, i cili është i vetëm dhe i pashoq, dhe se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thot Allahu i lartësuar, o ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun, ashtu sikur se i përket atij ta keni frikë, dhe mos vdisni veç se duke qenë musliman. Ja ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve për një personi të vetëm, prej Ademit alayhis salam, dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij. Dhe prej atyre të dy krijoi burra dhe gra të shumt. Kini frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet farefisnore. Allahu është mbikëqyrës mbi ato që ju veproni. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, kini frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta, dhe nëse ju e veproni këtë, atëherë Allahu ja u fal juve gjunahet dhe ja u rregullon veprat tuaja, dhe ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, ai ka arritur një fitore të madhe. Të nderuar vëllezër dhe motra, kini frikë Allahun dhe përgatituni për atë ditë në të cilën do dilni para Allahut Azza wa Jall. Ditën ku do t'jeni ekspozuar para Zotit tuaj dhe nuk do t'keni me vete veç se veprat tuaja. Atë ditë që Allahu e përshkruan si ditë të vështirë, si ditë të rëndë. Atë ditë që prej tmerrit të saj, profetët e Allahut Azza wa Jall do thonë, Allahu sot është i zemëruar, ashtu sikurse nuk është zemëruar asnjëherë më parë, e as do të zemërohet herë tjetër sikurse sot. Allahu e përshkruan këtë ditë duke thënë: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Jo besimtarët e duan jetën e kësaj bote dhe lën pas krahëve të tyre një ditë të vështirë. Thot gjithashtu: fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhin yawmun 'asir 'ala al-kafirin ghayru yasir. Kur t'i fryhet bririt që të bëhet dita e gjykimit, të fillojë llogaria, ajo ditë është një ditë e vështirë, për jo besimtarët nuk do t'jetë as pak e lehtë. Në një hadith e transmeton Ebu Hurajra se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon për ditën e gjykimit, tregon kur Allahu Azza wa Jall do t'i ringjallë njerëzit, ata do të ngrihen nga varret e tyre, do të afrohet dielli afër kokave të tyre, do t'i mbulojë ata djersa, do t'i kapi ata sikleti dhe frika. Do mblidhen të gjithë, do thonë, a nuk e shihni gjendjen në të cilën ne jemi? Le të kërkojmë dikë që të ndërmjetësoj tek Allahu Azza wa Jall që të fillojë dita e gjykimit, që të fillojë llogaria. Të gjithë njerëzit do kërkojnë të fillojë llogaria, pa marrë parasysh janë besimtar apo janë jo besimtar. Pa marrë parasysh janë prej banorëve të xhenetit apo janë prej banorëve të zjarrit. Prej tmerrit të madh që do përjetojnë, do kërkojnë me çmos të fillojë llogaria. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mblidhen dhe thonë, shkoni tek Ademi. Shkojnë tek Ademi alaihi salam, i thonë, o Adem, ti je babai i gjithë njerëzimit. Të krijoi Allahu Azza wa Jall me dorën e tij. Të dha ty shpirtin dhe i bëri me lajket që të bien ty në sejdë. A nuk e sheh gjendjen në të cilën ne jemi sot? Ndërmjetëso tek ne që të fillojë dita e gjykimit. Thot Ademi alaihi salam, Allahu Azza wa Jall sot është i zemëruar sikurse asnjëherë tjetër më parë, e as do të zemërohet herë tjetër sikurse sot. Nefsi, nefsi, vetja ime. Unë e kundërshtova Allahun Azza wa Jall, hengra nga ajo pemë nga e cila Allahu më ndaloi që të haja. Shkoni tek dikush tjetër.
shkoni tek Nuhu. I shkojnë Nuhut alayhi salam, i thonë o Nuh, ti je i pari i të dërguarve të Allahut azza wa jall. Të ka quajtur Allahu abden shakura, njeri falenderues. A nuk e sheh gjendjen në të cilën ne jemi sot? Ndërmjetëso tek ne, tek Allahu. Nuhu alayhi salam thot, Allahu sot është i zemëruar sikurse asnjë ditë tjetër më parë, e as do të zemërohet herë tjetër sikurse sot. Nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Unë jam lutur kundër popullit tim dhe ata janë shkatruar, shkoni tek dikush tjetër. Shkoni tek Ibrahimi alayhi salam. I shkojnë Ibrahimit alayhi salam, i thonë o Ibrahim, ti je i dashur i Allahut azza wa jall. A nuk e sheh gjendjen në të cilën ne jemi sot? Ndërmjetëso tek ne tek Allahu azza wa jall. I thot Ibrahimi alayhi salam, Allahu sot është i zemëruar sikurse asnjëherë tjetër më parë, e as do të zemërohet herë tjetër sikurse sot. Unë kam gënjur 3 herë dhe ka përmendur 3 gënjeshtrat e veta, të cilat të gjitha kanë qenë për hir të Allahut azza wa jall dhe nuk vlen të quhen gënjeshtra. Nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Shkoni tek Musaj. I shkojnë Musajt alayhi salam, i thonë o Musa, ti ai i cilin Allahu azza wa jall e veçoi duke i folur. A nuk e sheh gjendjen në të cilën ne jemi sot? Lutju Allahut, ndërmjetëso për ne tek Allahu azza wa jall, pra që të filloj llogaria. Edhe Musaj, si profetët e tjerë, thot, Allahu azza wa jall sot është i zemëruar sikurse asnjëherë tjetër më parë, e as do të zemërohet herë tjetër sikurse sot. Nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Unë kam vrarë një njeri që nuk kam urdhëruar ta vras. Shkoni tek Isai. I shkojnë Isait alayhi salam. I thonë, o Isa, ti je ai që Allahu azza wa jall e ka krijuar me fjalën e tij, duke i thënë bahu dhe je bër. E ka krijuar pa baba. A nuk e sheh gjendjen në të cilën ne jemi sot? Lutju Allahut që të filloj llogaria, ndërmjetëso tek ne tek Allahu azza wa jall. I thot Isai alayhi salam, Allahu sot është i zemëruar sikurse asnjëherë tjetër më parë, e as do të zemërohet herë tjetër sikurse sot. Nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime, dhe nuk ka përmendur gabim. I thot shkoni tek Muhamedi. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vin tek unë. Më thonë o Muhammed, ti je vula e profetëve, i fundit i profetëve. Je ai të cilit Allahu i ka falur të gjitha gjunahet. Çka ka kaluar e çfarë do të vinë? A nuk e sheh gjendjen në të cilën ne jemi sot? Lutju Allahut që të bëhet llogaria, ndërmjetëso tek Allahu për ne. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, shkoj vi poshtë arshit të Allahut azza wa jall, bie në sejdë, derisa Allahu më frymëzon, më inspiron mua me disa falënderime të cilat ja them, falënderime këto që ja dedikoj dhe ja bëj Allahut azza wa jall, të cilat asnjëri nuk i ka thënë më parë. Derisa më thuhet mua, o Muhammed, ngrije kokën, kërko dhe do të jepet ajo që po kërkon dhe bëj ndërmjetësim për njerëzit. Në këto çaste, profeti sallallahu alaihi wasallam ndërmjetëson që të fillojë llogaria për njerëzit. Aty Allahu azza wa jall fillon i llogarit të gjithë me llogarinë e tij që është tepër e drejtë. Aty njerëzve u shfaqet libri i veprave të tyre, ku secili do të shohë çdo gjë që ka vepruar në këtë botë. Madje do të thonë, çfarë është ky libër që nuk ka shpëtuar pa u shënuar në të as edhe një vepër, qoftë e madhe apo qoftë e vogël. Në atë çast do betohen jo besimtarët, zullumqtarët, se nuk kanë qëndruar në këtë botë veç se një çast të vogël. Thot Allahu azza wa jall, wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Ditën që do të bëhet kiameti, do të betohen zullumqtarët, jo besimtarët, se ata nuk kanë qëndruar në këtë botë veç se një çast. Ashtu do i duket i gjithë qëndrimi në këtë botë, sepse nuk e kanë besuar Allahun azza wa jall. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam thot, sillë ditën e gjykimit njeriu që ka pasur rehatin më të madhe në këtë botë për jo besimtarve. Njeriu që ka pasur jetën më luksoze nga të gjithë në këtë botë, në dynja. Nga ata që s'kan besuar. Thjesht sa zhytet në zjarrin e xhehenemit dhe nxirret. I thuhet atij, a ke parë në një të mirë në këtë botë, në jetën tënde? Jeta që ka kaluar thot jo vallahi, s'kam parë asnjë të mirë, asnjë rehatin në botë, në jetën time.
Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sillet njeriu më i vuajtur në këtë dynja nga besimtarët. Vetëm sa futet në xhenet, sa zhytet në xhenet dhe nxirret prej saj dhe i thuhet: "A ke parë vuajtje apo sikletën në jetën tënde?" Thot: "Jo vallai, nuk kam përjetuar, nuk kam pasur asnjë vuajtje, asnjë sikletë." Dita e gjykimit është ajo ditë në të cilën jo besimtarët do të dëshirojnë që të kthehen edhe një herë në këtë botë. Do i kërkojnë Allahut Azza wa Jall që t'i kthejë edhe një herë në këtë botë, që të kryejnë vepra të mira, por nuk ka më kthim mbras. Allahu Azza wa Jall e përshkruan ditën e gjykimit me emra të ndryshëm. E ka quajtur atë Yaumul Qiyamah, dita në të cilën njerëzit do të ngrihen nga varret e tyre. E ka quajtur Yaumul Hisab, dita e hesapit, dita e llogarisë, ku secili do t'jap llogari për çdo gjë të cilën e ka vepruar. E ka quajtur Yaumuddin, dita e shpërblimit, ku secili do të shpërblehet ose ndëshkohet për veprat që ka kryer. E ka quajtur Allahu Azza wa Jall Yaumul Fasl, dita në të cilën gjykohet drejt, ndahet e drejta nga e padrejta. E ka quajtur Yaumut Tanadi, dita në të cilën njerëzit do të thrasin njëri tjetrin. E ka quajtur Yaumul Akhir, dita e fundit, pas së cilës nuk ka më vdekje, është jetë pa fund. E ka quajtur Yaumul Khulud, dita e përjetshme. E ka quajtur gjithashtu Yaumul Hasra, dita e dëshpërimit, dita në të cilën të gjithë njerëzit do dëshpërohen. Besimtarët do dëshpërohen atë ditë që nuk e kanë shfrytzuar ashtu siç duhet jetën e tyre në këtë botë. Ka pasur shumë vepra të mira të cilat i kanë lënë pas dore, nuk i kanë kryer ato. Do të dëshpërohen për gjunahet që kanë bërë gjatë qëndrimit tyre në këtë botë. Gjithashtu dëshpërimi tepër më i madh do jetë për jo besimtarët, të cilët do dëshpërohen, do kërkojnë një mundësi tjetër që të kthehen përsëri në këtë botë, por nuk ka më kthim mbrapa. Allahu i lartësuar në ajete kuranore, si dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme, e shoqëron shpesh herë besimin në Allahun me besimin në ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall përmend disa dispozita fetare dhe thot në fund: "Dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Me këto porositet dhe këshillohet ai i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit për jush. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi thot: "Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, mos t'i boj keq komshiut të vet. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta respektoj, le ta pres mirë mikun e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas drejt ose të hesht." Besimi në ditën e gjykimit është prej shtyllave të besimit. Dhe nëse njeriu nuk e beson ditën e gjykimit, është sikur nuk e ka besuar Allahun Azza wa Jall. Allahu na tregon në Kur'an që jo besimtarët janë ata të cilët nuk e besojnë ditën e gjykimit. Thot: "Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu." Kanë menduar, kanë pretenduar, kanë kujtuar ata që nuk besojnë se ata kur nuk do të ringjallen. Thuaj: "Po si, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum." Thuaj, o Muhammed, po si, vallahi, betohem në Zotin tim, do të ringjalleni dhe do të lajmëroheni për çdo gjë të cilën ju e keni kryer. Allahu Azza wa Jall thot një ajet tjetër kuranor: "Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi anzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl." O ju që keni besuar, besoni në Allahun, në profetin e tij, në librin që i është zbrit atij, në Kur'anin, si dhe në librat që janë zbritur më parë. "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan mubina." Dhe ai i cili nuk e beson Allahun, nuk beson me lajket, nuk beson librat e Allahut, nuk beson profetët e Allahut, nuk beson ditën e gjykimit, ai ka arritur një humbje të madhe. Ai është në një humbje tepër të largët. Në hadithin e njohur si hadithi i Xhibrilit, ku profeti sallallahu alaihi wasallam pyetet çfarë është imani, ka thënë: imani, besimi është të besosh në Allahun, të besosh në me lajket e Allahut, në engjëjt e Allahut, të besosh në librat e Allahut, të besosh tek të dërguarit e Allahut, të besosh ditën e gjykimit, si dhe të besosh kaderin, përcaktimin e Allahut. Ndaj çdo njeri që dyshon në ditën e gjykimit, apo që thot nuk është kthyer kush nga ajo botë që ne ta besojmë, ky njeri nuk e ka besuar Allahun Azza wa Jall. Nuk e ka besuar Allahun Azza wa Jall dhe
ka për ta ndjerë, ka për ta përjetuar ndëshkimin e që do ndjejnë jo besimtarët. Jeta e kësaj bote është e përkohshme. Sa do që t'jetoj njeriu, 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, 100 vjet, prap do vdes. Do dali para Allahut Azza wa Jall. Ndërkohë që bota tjetër është e përhershme, pa fund. Botën tjetër nuk ka veç se xhenet ose xhehenem. Ka xhenet për ata të cilët e kanë besuar Allahun Azza wa Jall, e kanë ditur për çfarë janë krijuar në këtë botë, janë bindur Allahut dhe të dërguarit të Tij, nuk janë lutur dikujt tjetër veç Allahut Azza wa Jall, nuk i kanë dedikuar Allahut as bashkëshorte dhe as fëmijë. Xheneti është për ata të cilët i kanë zbatuar urdhëresat e Allahut Azza wa Jall, ose zjarri i xhehenemit, i cili është ndëshkim për ata që s'kan besuar, për ata që s'kan besuar Allahun, për ata që s'kan besuar apo kanë pasur dyshim në ditën e gjykimit. Allahu tregon për ndëshkimin e tyre në zjarrin e xhehenemit, thotë ata të cilët nuk besojnë Allahun, ne do t'i fusim ata në zjarr të xhehenemit. Sa herë që atyre u piqen lëkurat, do ja u zvendësojmë ato lëkura. Do i dalë atyre lëkur tjetër që ata ta ndjejnë dëshkimin. Dënimi i zjarrit nuk është simbolik, është i vërtet dhe real. Lutim Allahun Azza wa Jall na bëj për atyre që do gjejmë ditën e gjykimit shpërblime, na bëj për banorëve të xhenetit, xhenet për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që në të ka atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe njeriu kurrë nuk e ka imagjinuar. Na ruaj neve, familjarëve tan, fëmijëve tan dhe të gjithë, na ruaj neve për zjarrin e xhenemit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Lavdërimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet më të mira, më të plota, më të vlefshme qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjarët e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që i ndjekin, i pasojnë ata me vepra të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Azza wa Jall urdhëron për mirësi dhe drejtësi dhe ndalon nga padrejtësia, nga zullumi, nga zhvatja dhe nga çdo vepër tjetër e keqe. Prej pasojave të padrejtësisë është që Allahu Azza wa Jall i largon njerëzve stabilitetin dhe qetësinë. I largon atyre mirësitë e tij, i largon bereqetin dhe i jep atyre varfëri dhe vuajtje. Prej pasojave të padrejtësisë është që Allahu Azza wa Jall i vë njerëzve në krye të tyre vë zullumqtar të tjerë që t'i sundojnë e t'i ndëshkojnë. Allahu thot: "Wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." E kështu ne disa zullumqtar i bëjmë si sundues mbi zullumqtarët e tjerë për shkak të veprave që këta kanë kryer. Padrejtësia më e madhe është që njeriu të bëjë shirk Allahut Azza wa Jall, të adhurojë dikë tjetër veç Allahut. Gjithashtu prej padrejtësive të mëdhaja, të cilat kanë dëshkim fatal në këtë botë dhe në botën tjetër, është padrejtësia që i bëhet të tjerëve, dhe aq më tepër nëse bëhet në kurrizë të shumë njerëzve. Të nderuar vëllezër, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Rregullimi fillon secili rregullon aq sa ka mundësi, rregullon në shtëpinë e tij, në familjen e tij, në të afërmit e tij e më gjarë. Shkaku i padrejtësive të mëdhaja që na rrethojnë dhe ne që ne i shohim për ditë është sepse ne, që të gjithë ne kemi ndikuar që kemi arritur në këtë grad. Rryshfetet që ne japim, padrejtësitë që i bëjmë njëri tjetrit. Të gjitha këto kanë ndikuar në atë grad që sot kemi arritur. Lutim Allahun Azza wa Jall ta rregulloj vendin ton, të përmirësohet gjendja jon dhe duhet të dimë që të gjithë që padrejtësia është shkak i shkatërimit të qytetërimeve, shoqërive, shteteve dhe perandorive. Allahu Azza wa Jall tregon në ajete kuranore të shumta për sa e sa vendbanime dhe shoqëri të mëpashme, popull të mëpashëm, të cilët i ka shkatëruar për shkak të padrejtësisë. Thot: "Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu." Këto
këto vendbanime ka treguar historinë e tyre në surën Kehf, i kemi shkatruar ata kur ata kanë bërë padrejtësi. Kur padrejtësia shtohet, bëhet shkak që të zbresë dëshkimi i Allahut Azza wa Jall mbi të gjithë, mbi të mirin dhe të keqin. Është pyetur profeti sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, a do shkatërrohemi ne kur në mesin ton ka njerëz të mirë?" Ka thënë: "Po, idha kathura al-khabath", kur shtohet pislliku, kur të këqit janë më të shumt, kur padrejtësia shtohet. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka një fjalë të gjatë që tregon, me këtë po e mbyllim, thotë që Allahu Azza wa Jall i jep mbarvajtje, i jep funksionim shtetit edhe nëse ai është jo besimtar, nëse ndërtohet në drejtësi. Dhe e bën të mos funksionoj, e bën të rënohet, të shkatrohet shtetin, edhe nëse janë musliman, nëse përhapet në mesin e tyre padrejtësia. Shtojni salavatet mbi profetin sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë xumaje. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Men salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha 10." Kush më çon mua një salavat, Allahu i çon atij 10 salavate. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa aqimis salah.